Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 9 vatra zjarri në 5 bashki: Tiranë, Durrës, Kavaj, Lezhë dhe Berat. Të gjitha vatrat janë neutralizuar me sukses pa shkaktuar dëme në njerëz, banesa apo gjën e gjallë. Në 6 raste, zjarri ka përfshirë sipërfaqe me shkure dhe barishte, duke shkaktuar djegjen e rreth 0.5 hektarëve. Në 2 raste, zjarri ka rënë në banesa, një në lagje numër 5 të bashkisë Kavaj dhe një në fshatin Ishull Shëngjin, ku janë shkaktuar dëme materiale. Në rastin e Ishull Shëngjinit, për shkak të një rrjedhjeje gazi, është lënduar një grua, e cila u transportua menjëherë në spitalin e traumës. Në një tjetër rast, një automjet privat është përfshirë nga zjarri, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 9 forca operacionale dhe 64 automjete zjarrfikëse. Sipas parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave, për ditën e sotme nuk parashikohen rreshje shiu. Sa i përket rrezikut nga zjarret, pritet nivel rreziku i lartë në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjera parashikohet nivel rreziku i moderuar. I gjithë mekanizmi mbrojtjes civile, si në nivel vendor, ashtu edhe qendror, mbetet i angazhuar dhe në ndjekje të vazhdueshme të situatës. Ftojmë qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta dhe të raportojnë çdo rast pranë institucioneve përkatëse në kohë real.